Shifni, aty vendos kryeministri, se s'besoj se ai që e formon qeverinë është kryeministri. Në qoftë se vendos, s'kemi asnjë farë problemi, po në parim me kryeministrin tash për tash i kemi raportet të shkëlqyeshme. Domethënë, unë du të tregoj edhe të siguroj çdo antar të Aleancës për Shqiptarë, sepse spekulohet me të madhe bëhet kjo si lajme treme. Aleanca për Shqiptarë do të ketë lista të veçanta 100%. Domethënë, antari i Aleancës për Shqiptarë do të mund të arretohej listën për këshilltar. Për kryetar komunash, tash jemi të hapur për bashkëpunim, ne jemi pjesë e Vlenit, do të shohim a mundemi të gjejmë zgjidhje aty. Nëse jo, në bazë të lëvizjeve që ndodhin edhe ngjarjeve, dinamikave, zhvillimeve, ashtu edhe do t'i sjellim vendime. Do të thonë veç pak nuk përjashtohet bashkëpunimi me PD-n. Shihni, tash për tash ne jemi pjesë e Vlenit edhe asgjë diskutojmë, po e shohim si zhvillohen ngjarjet në bazë të asaj dhe i sjellim vendime. Ne do të insistojmë që sondazhet të jenë pa anketat në mënyrë e zgjedhjes së kryetarëve të komunave, i shohim hapat e ardhshëm, si do të zhvillohen ngjarjet politike në bazë të asaj edhe i sjellim vendimet e ardhshme.